i vetmi, apo bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtreja kontroll në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të këtë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kurrë. Kam vepruar me këtë bindje, kam jetuar me këtë bindje. Sot këtu para ju qëndroj me këtë bindje dhe me siguri mund të them. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Ndërgjegja ime është e pastër, historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shohë atë edhe në këtë proces gjyqësor. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jon ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminal që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë.